Monedha 1 euro e falsifikuar fillon të shpërndahet në Kosovë. Kohët e fundit në kryeqytet është vërejtur një rritje shqetësuese e qarkullimit të monedhave 1 euro falso. Burime nga tereni bëjnë të ditur se këto monedha po shpërndahen më së shumti nëpër kafiteri dhe markete. Monedhat falso shpesh kanë dizajn të paqartë me detaje të mjekullta dhe ngjyra që nuk përputhen me origjinalin. Monedhat e falsifikuara mund të kenë peshë të ndryshme nga ato originalet dhe mund të mos jenë magnetike. Në Kosovë, problemi monedhave falso prej 1 dhe 2 eurove ka marrë për masa shqetësuese gjatë viteve të fundit, veçanërisht në vitin 2024. Ky fenomen ka ndikuar negativisht në besimin e qytetarëve dhe bizneseve ndaj përdorimit të monedhave metalike. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, vitin e kaluar janë tërhequr nga qarkullimi rreth 2.5 milion monedha prej 2 eurosh të falsifikuara. Monedha është falsifikuar në formë të ngjashme me versionin zyrtar të euros, por ka mangësi të dallueshme në detaje, përfshirë mungesën e portretit në pjesën e brendshme, ngjyra të zbeta dhe cilësi të dobët të gdhendjes. Nëse dyshoni për një monedhë të falsifikuar, kontaktoni autoritetet përkatëse ose një bankë për verifikim.